Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ti më thuaj çfarë grupi gjaku ke, unë do të them çfarë personi je. Paralelisht me mënyrën tonë të jetesës dhe ushqimin, grupi i gjakut luan një rol të rëndësishëm në trupin ton. Janë 4 grupe të gjakut kryesor: A, B, AB dhe 0. Ndërsa grupi i gjakut formohet nga formimi ynë brenda dhe gjithashtu mund të ndikojë edhe në cilësinë e jetës. Çdo grup i gjakut ka karakteristika të veçanta të cilat ndikojnë më shpesh, sëmundjet, madje edhe personalitetin. Është e rëndësishme se si të dini llojin e ushqimit adekuat në përshtatje me grupin e gjakut, kështu do të përmirësoni edhe shëndetin tuaj. Grupi i gjakut dhe ushqyerja. Gjatë gjithë ditës ndodhin reaksione të shumta kimike, ndërsa grupi i gjakut luan një rol të rëndësishëm kur bëhet fjala për tretjen e ushqimit dhe humbjen e peshës. Shembull, rekomandohet që njerëzit me grupin 0 të gjakut të konsumojnë ushqime të lartë me proteinë, me mish dhe peshk, ndërsa ata të grupit A të shmangin nga konsumi i mishin, pasi perimet janë më të mira për ta. Për më tepër, grupi B duhet të shmangë nga mishi i bardhë dhe të konsumojë më tepër mishin e kuq, ndërsa grupi AB do të përfitojë shumë nga ushqimet e detit. Por si lidhet grupi i gjakut me sëmundjet? Për shkak të formacioneve të ndryshme të antigjenëve në sipërfaqen e qelizave të kuqe të gjakut, çdo grup i gjakut është i ndryshëm nga tjetri. Për më tepër, kjo është një arsye pse çdo grup i gjakut është rezistent ndaj sëmundjeve, derisa është më i prirur në disa probleme të tjera. Njohja e karakteristikave të gjakut mund t'ju ndihmojë në parandalimin e disa sëmundjeve specifike. Grupi i gjakut lidhet edhe me personalitetin. A i keni ditur se grupi i gjakut ndikon në personalitetin tuaj? Për shembull, njerëzit me grupin 0 konsiderohen si ekstravert, kreativ, të shoqërueshëm dhe përplot vetbesim. Por më tepër, njerëzit me grupin A të gjakut janë të paqëdashës, me mendje artistike dhe të besueshëm. Grupi B janë njerëz që u japin edhe për kushtim qëllimeve të tyre. Janë të fortë dhe të pavarur. Njerëzit me grupin AB janë të besueshëm, turpërohen, janë praktik dhe kanë dëshirë të kujdesen për të tjerët. Grupi i gjakut ndikon edhe tek shtatzania. Është dokumentuar se njerëzit me një grup të caktuar të gjakut kanë më tepër gjasa të ngelen shtatzan se grupet e tjera. Për më tepër, femrat me grupin AB prodhojnë më pak hormone dhe i ndihmojnë femrat të ngelin shtatzan. Grupi i gjakut lidhet edhe me stresin. Toleranca e stresit varet nga grupi i gjakut. Grupi A prodhon më tepër hormone të stresit kortizol. Nëse takoni dikë që është i frustruar dhe i zemëruar, atëherë me siguri është i grupit 0, pasi ata kanë më tepër adrenalin dhe ju duhet më tepër kohë të rikuperohen nga situata stresuese. Antigjenët e gjakut nuk janë të pranishëm vetëm në gjak, por edhe në aparatin tretës, nga goja deri te zorët, madje edhe në hund edhe në mushkëri. Grupi i gjakut ka lidhje me abdomenin. Disa njerëz nuk shqetësohen për trashjen e abdomenit, pasi që grupi i tyre i gjakut u garanton se nuk do të kenë probleme të tilla për pjesë të trupit. Njerëzit me grupin A të gjakut i tretin më lehtë karakteristikat ushqyese të karbohidrateve, ndaj edhe nuk kanë stomak të fryrë. Në anën tjetër, grupi 0 ka më të vështirë të tresë karbohidratet, ndaj ka edhe më shumë fryrje. Grupi i gjakut lidhet gjithashtu edhe me martesën. Para se të vendosni të martoheni, kontrolloni grupin e gjakut të partnerit tuaj, pasi që në planifikimet familjare disa grupe të gjakut nuk duhet të përzihen. Për shembull, grupi A dhe B nuk duhet të përzihet, sipas RH, faktorit AI pozitiv dhe negativ nuk duhet të përzihen. Për shkak të këtyre arsyeve duhet të kontrolloni grupin e gjakut përpara se të martoheni. Grupi i gjakut lidhet edhe me stërvitjen. Pasi grupi A është më i prirur për stres, atyre u duhen ushtrime relaksuese sikurse janë yoga dhe meditimi. Për më tepër, grupi B ka nevojë për sfida të trupit dhe shpirtit, ndaj preferohet sporti, sikurse ngjitja në male, tenis dhe artet marciale. Grupi i gjakut lidhet gjithashtu edhe me emergjencat. Rekomandohet që gjithmonë me vete të keni informata për emrin, mbiemrin, adresën, numrin e telefonit dhe grupin e gjakut që posedoni. Në rastet e aksidenteve, këto të dhëna mund t'ju shpëtojnë jetën dhe gjithmonë duhet t'i keni me vete.
Grupi i gjakut të njeriut është klasifikuar në 4 grupe para viteve 1900 nga Karl Landsteiner, mjek austriak. Të gjithë njerëzit duhet të dinë se grupet e gjakut që kanë, sepse në rastet e emergjencës ato kanë nevojë për gjak dhe është e pamundur të gjendet me një analizë të thjeshtë. Karakteristikat e gjakut janë ndikuese të çdo individ, për personalitetin që ka, shëndetin dhe karrierën. Në këtë video do ju tregojmë disa kuriozitete që lidhen me grupin 0 të gjakut. Grupi i gjakut klasifikohet sipas pranisë ose mungesës së antigjenëve të caktuar që mund të shkaktojnë një përgjigje imune kur ato janë të huaj në trup. Këto antigjenë mund të bëjnë që sistemi imunitar i personit të sulmojë gjakun e transfuzuar. Kjo është një arsye pse është kaq e rëndësishme të njihni grupin tuaj të gjakut. Cilat janë karakteristikat e grupit të gjakut 0? Përveç antigjenëve A dhe B, ka një proteinë të quajtur Rh, faktor që mund të jetë i pranishëm ose të mungojë në gjak. Kjo është ajo që përbën 8 grupe të gjakut: A pozitiv, A negativ, B pozitiv, B negativ, 0 pozitiv, 0 negativ, AB pozitiv dhe AB negativ. Lloji i gjakut 0 nuk i ka antigjenët A dhe B në qelizat e kuqe të gjakut, por ka antitrupin A dhe B. Grupi 0 pozitiv është grupi më i shpeshtë i gjakut që zë 37 deri në 53% të njerëzve të grupeve të ndryshme etnike dhe racore. Njerëzit me grupin 0 të gjakut janë dhurues universal. Njerëzit me grupin 0 pozitiv mund të dhurojnë gjak për 4 grupe të tjera: 0 pozitiv, A pozitiv, B pozitiv, AB pozitiv. Njerëzit që ka në këtë grup gjaku janë një dhurues për 4 grupe të tjera. Qelizat e kuqe të grupit 0 mund të transformohen në 8 nëngrupe të tjera, gjë që e bën këtë grup gjaku universal që është gjithmonë i nevojshëm për transfuzione emergjente. Grupi i gjakut 0 negativ transfuzohet në rastin e emergjencës, kur është e rëndësishme për të shpëtuar jetën e një personi përpara se të kryeni testin. Grupi i gjakut 0 negativ është i sigurt për të vegjël dhe porsalindur, sepse sistemet imunitare të tyre janë të pazhvilluara. Grupi i gjakut 0 mund të merrë vetëm nga grupi 0 i gjakut. Njerëzit me gjak të tipit 0 pozitiv mund të marrin gjak nga njerëzit me të dy tipet, 0 pozitiv dhe 0 negativ, ndërsa ato që kanë gjak në tipin 0 mund të marrin të njëjtin gjak të tipit 0. Në rastet urgjente kur trupi i gjakut 0 negativ mungon, mund të zhvendësohet me një lloj 0 pozitiv gjaku. Por cilat janë rreziqet shëndetësore? Sipas shkencëtarëve ka mënyra të cilat gjaku përcakton shëndetin tonë. Edhe pse ndikimi i grupeve të gjakut në shëndetin tonë është në uluntim, ekzistojnë disa teori dhe rreziqe për përfitime shëndetësore që njerëzit me grupe të ndryshme të gjakut mund të marrin. Njerëzit me grupin 0 të gjakut kanë rrezik më të ulët për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës koronare krahasuar me njerëzit që kanë grupin e gjakut AB ose A dhe B. Për më tepër, njerëzit me llojin e gjakut 0 kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të qarkullimit të gjakut dhe kanë probleme me kujtesën. Grupi i gjakut 0 dhe dieta. Ju mund të keni dëgjuar për tash të quajturën dieta e gjakut, që pretendojnë se po të hani produkte të caktuara që përputhen me llojin tuaj të gjakut, ju do të ndihmoni të qëndroni më të shëndetshëm. Por nuk është e vërteta se kjo lloj diete është shumë efektive. Sugjerohet më mirë të ndiqni një dietë që i përshtatet gjendjes tuaj shëndetësore, në vend që ta lidhni atë me grupin tuaj të gjakut. Grupi 0 i gjakut ka ndikime të forta edhe në personalitetin e tyre. Ndikimi i llojit të gjakut në tiparet e njerëzve është një çështje që gjithmonë diskutohet, por kjo teori është shumë e përhapur në vende të ndryshme të botës. Japonezët besojnë se njerëzit me grupin 0 janë më bujar, të pasionuar, të shoqërueshëm, shumë të suksesshëm, ndërsa grupi i gjakut që i përshtatet grupit 0 për një marrëdhënie është grupi A i gjakut. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.